pamja shumë e bukur në këtë pjesë të Lago Maggiores. Tani jemi duke ofruar Isola Bellës dhe Pallatit Borromeo. Kjo është pjesa e Isola Bella, shifeni. Shifeni edhe pamjen e pallatit të familjes Borromeo. Është i gjithi i vizitueshëm dhe shumë i bukur. Është fantastik. Çfarë kopshesh manice që ka. Është pjesë e një shëtitje që mund ta bëni me varg në të dyja, pra ky është ishulli i bukur, si quhet, Isola Bella, me pallatin dhe me kopshet fantastike, ja dhe pallati përpara. Është ditë me shi, po nuk mund të rish pa vizituar një nga pallatet më fantastik që ka në zonën e Lago Maggiore. Liqenit madh, Pallatin Borromeo dhe sidomos pjesën e kopshteve të tij. Është një pallat që është ndërtuar në fund 1700-s, fillim 1800-s, që është i famshëm për faktin që këtu ka fjetur një natë gjatë fushatës të Italisë Veriut, Napoleon Bonaparte dhe Josefina është shortja e tij. Ky është ndoshta vendi më i famshëm i tij, është pjesa e Shatërvanit, të cilin fakt më me detaje do t'ju tregoj në fund. Dhe i gjithë pallati, i cili shtrihet në këtë drejtim këtu, është ndërtuar mbi një ishull të vetëm. Pra është ndërtuar mbi një ishull të vetëm, nuk është i banuar, sot është një nga pallatet më të vizituara të gjithë kësaj zone dhe shihni se çfarë pamje fantastike ka. Tash është ditë me shi, nuk është dita më e mirë për ta vizituar, por shihni pak se sa i bukur është, po ju tregoj tani. Sa i bukur. Komplet piktura deri sipër. Gjitha me pikturë. Çfarë sallë. Fakt është dhom gjumi. Po këtu janë ekspozuar gjithë pikturët e mundshme. Përfundimisht Dalia është mbushur me kështu. Nga krevat. Duhet jetë froni i familjes. Edhe kjo, shumë fantastike. Pallati Borromeo me Isola Bella nel Lago Maggiore. Sa i bukur. Tani po hy në një nga sallat
Fantastike. Shifeni t'ju tregoj pak tani se çfarë bëhet. Çfarë salle. Vetëm se koha nuk është e mirë. Ky është gjithë pallati i ndërtuar 1780-1812. Edhe me oborret e famshme. Shifë çfarë pamje ka këtej. Përballë është Isola dei Pescatori. Që qelluar ditë me shisët nga Romelore. Çfarë spektakli. Tjetër dhomë tani, ose e bukur. Çfarë mrekullie, çfarë pjane. Shive çfarë punimesh. Edhe karrige shumë e bukur. Kjo i bie thjesht një nga sallat shumë bukura të pallatit, po të shoh tani pjesën tjetër. Sa fantastike. Këtu që nga dhomë gjumi. La Sala Napoleone. Këtu pas ka fjetur Napoleon Bonaparte dhe Josefina në natën 17 gushtit 1797. Edhe ky është krevati ku kanë fjetur. Komplet, me pjesën për të veshur kputucët, komodinat, shifë çfarë krevati. Shifë me çfarë. Fantastik. Pas kanë ndërtuar me 17 deri në 18 gushti 1797 gjatë fushatës së Italisë Veriut, kurse kjo që nga një perë. Shikoni çfarë punimi është ruajtur me xham spektakolare. Kjo duhet jetë salla e librave. Armëve dhe është një nga pikturat e famshme nga për masat të mëdha. Dërsa këte i shkohet me oborret që janë, oborret më të famshëm të sezone, po sot shiu është pak problem. Bellissima. Pjesa tjetër, për të mbërritur më duket prap në qendër. Një tjetër sallë. Shife se si janë vendosura. Shumë e bukur. Shive çfarë tavan është ka.
sala e ballëve, ballroom. Fantastike. Edhe këti zbritet për në pjesë të tjera të pallatit. Tani jam duke dalë në pjesën më të famshme të Borromeos në Oborret. Nuk e di ku duhet jetë dera e daljes. Këto janë Oborret. Kjo që nga një dhomë, shife çfarë mrekullie. Shif si është e ndërtuar. E gjitha me mozaik dhe vijon dhe në anën tjetër. Provoj njerë të shoh Oborret nga dilet. Pjesa që shkon për në kopshtet. Çfarë mrekullie që nga salla këtu. Shife si është e gjitha me tapete e veshur në të gjitha anët. Por bie shi gjithsesi u dalë sa t'i shoh pak. Shifesit janë veshur në një anë janë piktura, në anën tjetër janë tapete. E gjithë pjesa shef çfarë mrekullie është sipër. Ndërkohë mbas kësaj dere janë Oborret që duhet jenë pjesa më e bukur e pallatit, por këtu doli një nga perlat e gjardinave të Borromeos, Oborri vertikal, një nga pamjet më të bukura, shiheni. Është pjesa e Oborrit që dominon ishullin në anën tjetër. Shiheni çfarë mrekullie. Nuk është koha më e mirë, por pamja është fantastike. Dhe pasi ngjitesh për këtë shkallë, është një pjesë akoma më e bukur e ishullit. Jemi komplet mbi liqen. Dhe me Oborret që vazhdojnë në anën tjetër deri në fund. Shihni çfarë pamje fantastike që ka. Ngjitem dhe sipër me gjithë shiun. Ja dhe pamja gjithë Lago di Garda. Dhe kjo është e pjesa e fundit. Me pamjen mbi liqen.